Horoskopi ditor e njëte 6 nëntor 2025. Dashi. Nuk do t'jeni ende gati sot ta falni atë që keni në krah dhe do të qëndroni pak larg njëri tjetrit. Në mbrëmje ka shumë gjasa që t'jetë partneri ai që do të ofrohet. Beqarët duhet të tregojnë realist dhe të mos kërkojnë persona perfekt, të gjithë e kanë një tëmet. Financa duhet t'i menaxhoni me shumë kujdes, gabimi më i vogël do t'ju rrezikojë së tepërmi. Demi, ata që janë në një lidhje do të kalojnë një nga ditët më të veçanta të javës. Gjithçka që do t'u realizohet me magji, kështu që nuk do të keni për çfarë të merakoseni. Beqarët duhet të pranojnë ftesat përpara se ata persona të fillojnë të joshin të tjerë. Në planin financiar do të kaloni një krizë goxha të vështirë. Do t'ju duhet ndihmë e miqve për t'ia dalë. Binjakët, planetët do t'jenë pozicionuar keq sot në jetën tuaj në çift dhe gjërat nuk do të ecin as pak si duhet. Priten mosmarrëveshje të njëpasnjëshme, beqarët do të kenë shumë pëlqime dhe nuk do të dinë se këtë zgjedhin. Në planin financiar, vetëm me përkujdes dhe maturi, do të mund t'i zgjidhni problemet që ju kishin dalë. Do jeni në humorin e duhur. Gaforia. Do jeni shumë idealist sot në jetën tuaj në çift dhe kjo do të jetë pikë dobët. Qëndroni me këmbë në tokë nëse nuk doni të keni vështirësi. Beqarët ka shumë mundësi të gjejnë personin e përshtatshëm në ambientin e punës. Financat do dini si të menaxhoni në mënyrë që të mos keni probleme. Situata do të jetë goxha e qëndrueshme. Luani. Duhet të bëni shumë lëshime sot në jetën tuaj në çift në mënyrë që lidhja me partnerin të përmirësohet. Shtojini dozat e imagjinatës dhe provoni gjëra të reja. Beqarët do të ndihen si të përhumbur dhe nuk do të dinë çfarë të bëjnë më parë. Në planin financiar ka rrezik të bëni çmenduri dhe do të përballeni me probleme goxha serioze. Bëni kujdes. Virgjëresha, pas një periudhe paksa delikate në jetën tuaj në çift, sot më në fund do t'i kuptoni gabimet që keni bërë dhe do të mundoheni të ndryshoni situatën. Beqarët do të realizojnë takime mbreslënse të cilat do të ndryshojnë të ardhmen. Në planin financiar do të duhet të shtrëngoni pak ripin në mënyrë që të mos keni probleme serioze. Peshorja, do t'jeni sensual sot në jetën tuaj në çift dhe do ta mbani më afër atë që keni në krah. Do t'i shprehni dhe më tepër ato që ndjeni. Beqarët duhet të tregojnë shumë të matur sepse do të ketë persona që do të kërkojnë të tallen. Në planin financiar duhet përballeni me problemet dhe duhet të jeni të kujdesshëm që t'i anashkaloni ato. Situata mund të ndërlikohet edhe më tepër nëse i lini pas dore. Akrepi, ditë goxha e vështirë kjo sot mja për ata që janë në një lidhje. Do t'ju duhet përballeni me sfida të mëdha dhe do të merrni vendime me rëndësi. Beqarët do të ndihen mirë në praninë e miqve dhe nuk do të bëjnë asnjë lëvizje për të ndryshuar status. Ju e dini mirë se çfarë duhet të bëni. Buxhetin duhet ta ekuilibroni sa hapen mbyll syt. Do e gjeni çelësin e duhur për t'u qetësuar. Shigjetari, ditë shumë e favorshme për beqarët se sa për të dashuruarit do t'jetë kjo dita e sotme. Pritet që takimet që do të realizoni t'jenë mbreslënse dhe fantastike. Të dashuruarit do të kenë një ditë shumë të zakonshme dhe pa asgjë të veçantë. Financat nuk do t'jenë shumë të forta. Do të shpenzoni shumë amaramense vetëm që t'i bëni qefin vetes dhe kjo do t'jetë shkatruese. Bricjapi, do t'jeni shumë të privilegjuar gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift dhe do të kaloni momente fantastike pranë partnerit tuaj. Beqarët do të fillojnë aventura të shkurtra, por që do t'ju sjellin vërtet kënaqësi pafund. Kjo në fakt është ajo që ata kanë dëshiruar. Në planin financiar do t'jeni me shumë fat dhe do të stabilizoni shumë shpejt situatën, do t'jeni shumë më të qetë. Ujori. Po nuk u tregua të matur me xhelozin, do të keni probleme serioze gjatë ditës së sotme. Partneri nuk do të jetë shumë i duruar dhe as në humor për t'ju duruar. Për beqarët nuk do të ndodhë asgjë në veçanti. Merrini gjërat si t'ju vinë. Marsi dhe Jupiteri mund të sjellin probleme financiare. Nuk do të dini se çfarë hapash të hidhni për të stabilizuar gjendjen. Peshqit, Venusi do e favorizojë mjaft jetën tuaj në çift sot. Do e forconi bashkëpunimin me njëri tjetrin dhe çdo gjë do t'ju shkojë më së miri. Planet e menduara duhet i diskutoni më parë me partnerin. Beqarët do të realizojnë takime të mrekullueshme që mund të çojnë në një lidhje të qëndrueshme. Buxheti do të jetë i qëndrueshëm, por nuk duhet të shpenzoni shifra të mëdha.
Thank you.